Nga ekspertiza e detajuar, prokuroria i ka vlerësuar si të falsifikuara dy vendimet e Këshillit të Rregullimit të Territorit në Bashkinë e Vlorës, të cilat janë firmosur nga kreu Shpëtim Gjika, ku është vendosur dhënia e 2 lejeve të ndërtimit. Siç shkruan gazeta shqiptare.com, e cila zotëron dy vendimet e organit të akuzës, gjithçka ka ndodhur në datat 15 korrik dhe 24 mars të vitit 2010. Lejet e ndërtimit janë dhënë për subjektet MBio SHPK dhe Dekot System SHPK, ku e para administrohet nga shtetasi Gentian Sherifa me detyrë drejtori infrastrukturës dhe zbatimit të projekteve në bashki. Sipas prokurorisë së Vlorës, firma e Gjikës e hedhur në këto vendime është ekspertuar dhe rezulton se është e njëjta, duke provuar se kryebashkiaku ishte personi që ka firmosur 4 dokumentet, 2 false dhe 2 të rregultat. 4 vendimet e siguruara nga gjykata e Tiranës kanë të njëjtat data, të njëjtin person që firmos, por ndryshon vetëm përmbajtja e tyre dhe vendimeve u është shtuar pika 11. Një veprim i tillë sipas akuzës është bërë nga sekretarja Eleni Dardaj, ndërsa në anën e djathtë dokumentit ndodhet firma e kryebashkiakut Gjika. Ndërkaq në vendimet e falsifikuara duket qartë ndryshimi i shkrimit me atë të vendimit që është marrë realisht në mbledhjen e KRT-së së Vlorës, ku u miratuar rehabilitimi 5 rrugëve. Në të njëjtën datë dhe në të njëjtin vendim shtohet pika 11.